Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa, unë jam Vergji Bazelli. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio promotoren e artit, kulturës dhe trashëgimisë kombëtare për afro 2 dekada, zonjë Zamira Korançe. Përshëndetje Zamira. Përshëndetje, mirë si u gjej. Zonjë Zamira, mund të prezantoheni për shikuesit tanë? Patjetër, unë përshëndes në radhë të parë zonja Zamira Korançe, përshëndes gjithë bashkëdhetarët ku do jetojnë në botë, me plot krenari dhe me plot përzemërsi, duke e informuar që Zamira Korançe ka lindur në Mat të Borrelit dhe jeton në Tiranë, duke në anën e profesionit si gazetare, si botuese. Në 2001 ne kemi themeluar shoqërinë botuese Zambre SHPK, këtu që përfshinte përmbledhte në botime revistën Mbretëria Shqiptare, gazetat dhe albumet të ndryshme si botuese. Dhe njëkohësisht dhe kryeredaktore e gazetës Shpresa e Shqipërisë dhe gazeta tjera dhe TV. Kurse në lidhje me shoqatën kulturore artistike Jehona Shqiptare jam themeluese me 11 antar që është themeluar me 19 qershor 2007 me 11 antar që janë figura të shquara të njohur të artit, të kulturës dhe gërshëtuar të trashëgimisë kombëtare, që është edhe Arben Sinoni, që është artist këngëtar i Shqipërisë së Mesme, dhe një promotor krahu i djathtë i imi ndër 2 dekada, dhe Rishat Arbana, aktor i madh, që është edhe artist i popullit, por është dhe nder i kombit, dhe ai ka dhënë kontributin e vet, edhe Mimoza Ahmeti, edhe shumë tjerë antar që janë figura të artit. Zonjë Zamira, mund të na flisni për aktivitetet e shoqatës Jehona Shqiptare? Patjetër, ne qysh në fillimet e para kemi triumfuar se qysh se ka emrin Jehona Shqiptare dhe kemi pasur gjithmonë ruajtjen e traditës të artit e të kulturës dhe trashëgimisë kombëtare dhe të çështjeve kombëtare dhe të ruajmë identitetin ton. Dhe ky identitet unë e kam filluar në anën e projekteve, duke hartuar një projekt që ka qenë i pari, që është festivali folklorik i talenteve të rinj, fëmijë 0-5 deri në 15 vjeç, që e kam të certifikuar nga Ministria e Kulturës, që të titulluar Urime talent të rinj, binte bia, yjet e nënës Shqipëri. Dhe yjet e nënës Shqipëri janë sepse kemi ecim për edicionin e 11, dhe kjo është, jam e dashuruar me këtë projekt, se jam e dashuruar me fëmijët e kombit, sepse për 15 vite, për 10 edicione, ne e kemi promovuar vetëm në Tiranë, në finale, se kjo është festival që është me 4 muaj audicione dhe finalja në Tiranë. Kemi promovuar 15.000 fëmijë vetëm në finale në Tiranë, që kur nuk e bën një subjekt as politik, as ministri, nuk e arrin dot, se ministria këtu është një persekutim, dhe unë falenderoj përzemërsisht stafin tim, por dhe vetë si autore e projektit, që kam pasur një krah të djathtë, një fjalë të mirë, një mbështetje të fuqishme shpirtërore, që ka qenë deri kombit, mbretëresha zonja Margarita Xhepa, që ndroi jetë para ca ditësh, para 2 muajsh afro, por ajo 15 vite ka dhënë një kontribut ndaj artit dhe promovimit, që ishte presidentja e certifikimit të Jehonës Shqiptare, dhe me kam zvarr ka ardhur duke i promovuar fëmijët si në brenda kombit, si në diasporë, në Europë, duke ju dhënë, duke ju mbjellë folklorin me 5 disiplina, që sikur është kostumet, manifestimi kostumeve popullore, trashëgimore, kombëtare për çdo krahin të jetë në çmim. Vallen folklorike, instrumentalen folklorike,
këngën folklorike dhe recitimin folklorik. Këte e kemi futur si disiplinë, pasi ne promovojmë 0,5 si kështë përmenda, dhe 15 vjeç, yjet e nënës Shqipëri, mos të harrojnë gjuhën nën, mos të harrojnë traditën e bukur të larmishëm, folklorin, që pse është një trashëgimi e ndritur, një identitet kombëtar. Dhe kjo është ajo që unë sinqerisht kam shpirtin në te, kam mbill shpirtin si nën, kam mbill shpirtin si autore e projektit, i dua gjithë bashkombasit, nuk jam për çarjen e kombit. E kam bashkuar kombin nga Presheva në Çamëri, nga Ilirida në Maltëzi, e kam bashkuar që ka 20 vite, por ka 35 vite që unë punoj me shpirt, vetëm si qytetare dhe vetëm për çështjet kombëtare dhe jam krenare që unë kam promovuar 15.000 fëmijë duke marrë pa asnjë lloj mbështetje nga ky shtet, nga kjo qeveri, pse ma ke certifikuar mua këtë projekt, kur njëkohësisht unë ta sjell projektin aty, as 0 cent, t'i bin shqiptarët, t'i bin bashkombasit, 1 cent nuk e ka dhënë kjo qeveri. Mi fjalë ti kusë jep mua për me promovuar fëmin, edhe me i dhënë, se unë jam thjesht organizatore, unë dua mbështetje, unë jam shoqëri civile, unë e kam falas. Dhe unë të falas duhet mbështetja. Mbështetja e shtetit, ko shteti? Ne s'kemi shtet. Ne kemi persona të pandërgjegjshëm që duan një grup shoqërie të pasurohet dhe një grup të përsekutohet. Ne jemi të përsekutuar më këtë se kohën e Enverit. Unë si jam këtu, jam e përsekutuar. Jam e përsekutuar shpirtërisht dhe më kanë masakrojnë dhe çështjet kombëtare, se kjo është çështje kombëtare, nuk është çështje personale. Se Zamira Korançe kam 2 fëmijë e mi aty, unë jam rehat. Por ama çështjet kombëtare mu nuk më blejnë, unë marr borxh dhe i promovoj talentet e rinj, fëmijë, se mu më lypin, ato duan të hajnë, duan të vinë si ke dajat, vinë nga ana e anës, vinë nga emigrimi, ato e duan Tiranën, e duan atë dheun. Dhe këto i bëjnë të largohen. Të unë të finalizoj për një ditë, kjo duhet një javë, të vinë të akomodohen fëmija, se është 5 vjeç, më kanë ardhur nga 4 vjeç nga Austria. 4 vjeç, të vi të thotë, unë dua të vdes në tokën shqiptare. Dhe është një mesazh që duhet i zgjidh gjaku shqiptarit të vërtet. Dhe jo një qeveria aty që mos ngret këmbë. Kush është kjo zonjë? Vinë të huajt kur më mbush Tiranën unë çdo 19 qershor, mbush Tiranën me ëngjëj e kombit me kostumet, është vape të mërshme, pa ato me tirçin me, se është kostumi komplet, se është me të trasha. Nuk dalim ne, to ju japin atyre që nuk kanë identitet kombëtar. Nëse kemi identitetin kombëtar me dal laskuriqe me minifunde, ne kemi identitetin me ruajtur traditën e folklorit 100% shqip, si kur e kënë trashëgimit të paret tanë, që është në botë me fanatizëm mbrohet, me fanatizëm mbështetet, kurse këtu përsekutohem. Nuk përsekutohet Zamira Korançe. Zamira Korançe se kanë përsekutu kur dhe nuk ma ja ulin identitetin e saj kur, shpirtërisht. Përsekutojnë se nuk japin, marë borxha ju jap fëmijëve. Borxh ka marrë mbreti, por të zgjohet në shqiptarët. Përse ju bashkuat Partisë Shpresa Demokrate, Zamira? Shpresës Demokrate ju bashkova me shpirt, sepse shikoj shpirtërisht veten. Shpirtërisht. Me të vërtetë quhet spekër politik, por kjo është spekër patriotik. Është spekër që ka një identitet. Tregon për identitetin ton kombëtar, tregon për bashkimin etnik të trojave etnike. Ka një lider, një president që i flet shpirti si puna e Zamira Korançes. I flet shpirti i bashkombasit për të mirën e popullit, për një qëllim të vërtet për mirëqenien e popullit dhe jo për shkatrimin e degenerimin e popullit. Që është profesor Pëllum Gani Pelinci. Unë e admiroj dhe kam vite që e ndjek me një ardashse, ose si qytetare, e kam ndjekur si prisja se kur do arri ky person, ky individ,
që të zgjohen shqiptarët, se nuk është demokraci kjo, 34 demokraci, në vite, ne jemi 34 vite, ne jemi të persekutuar, ne jemi të shkatruar, ne jemi të komplet edhe Europa, tim në Europë, që du Europën, Europa na ka përçarë këto troje etnike, nuk na ka përçarë Amerika, Amerika na bashkon, mos qëtë Amerika do i madhi zot, na ketë bekuar të vinë në pushtet, kjo shpresa demokratike, të vinë intelektualët që janë truri intelektual është në mërgat. Nuk janë vetëm dy spekër politik, jepja njënit pritet tjetrit. Kjo quhet persekutim, nuk është demokraci. Sepse vetëm dy veta që nga këtu pas ka të zgjuar populli shqiptar me drejtuar, ja. Unë e dua popullin shqiptar, unë dua të majtë djaltin, krosin, fërdullin, jam anti këtyre bullizim. Se mua më bullizon të parën, po si të bullizohem unë, ke bullizuar fëmin tim, kam bullizuar gjithë fëmit e kombit. Se unë po mungoj diçka për fëmit e kombit, unë ashtu e quaj vetën të bullizuar në shoqërinë tonë, që është kombëtare, dhe në identitetin tonë, se unë jam qytetare e Republikës Shqipërisë. Kam gjak shqiptare, jam krenare që jam shqiptare, dhe jo ta them unë me kokë ullur, po jam krenare, sepse mira shekuj bile kanë ato identitetin, që janë të shpërndar në anë të botës. Të mblidhe të trojet etnike janë drinke arbëria atje në arbëreshët, janë trojet etnike. Dhe trojet etnike merren me anën e diplomacisë, me anën e bashkimit të intelektualëve, të japin nga një trur intelektual që të dalin një e vërtet atje. Pakën si ka kush ma qeveris, e qeveris juve e nderuar moderatore, ose një tjetër, mjafton ka kushtetut, ka ligj, ku ka familje, në familja ka ligjet e veta, ka identitetin e familjes, kodin e familjes, edhe ky ka një program, dhe ky program për mua është për kombin tim, është për popullin tim. Ne jemi populli vuajtur, ne jemi mbytur larë me gjak, shamis zezat për qaj. Nga ka hikur rinia, fëmija, 1 milion fëmijët, nga ikin ne, rinia, nga i sjell ne racat tjera, po s'pastrohet etnizmi, po s'pastrohet autoktoni i shqiptarit, prandaj të zgjohen shqiptarët, bashkohen me neve, sepse ta merrni ju në dorë, sepse nuk më përsekuton fëmijën mua. Ti përsekuton mua, përsekuton sa të duash, jo fëmijët e kombit. Sepse fëmija e kombit është ardhmja e Shqipërisë, është ardhmja e çdo familje, është shpirti tonë. Dhe kështu që kjo është ajo, bashkohim me neve, me shpresën demokratike, bashkohim me jehonën shqiptare. Në këtë paktën kryesisht këtë festival, që është kanë identitetin e fëmijës. Kjo është qëllimi që unë admiroj shpresën demokratike. Falenderoj, Zamira. Falenderit ju. Të dashur miq të televizionit Shpresa, shihemi në transmetimin e radhës.